mbajt sot në apelin e gjykatës së posaçme seanca gjyqësore në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 4 biznesmenëve. Në seancën që zgjati për shumë orë, avokati i kryebashkiakut ofroi edhe garanci pasurore për ta liruar nga qelia Veliajin. Pala mbrojtëse e Veliajt kërkoi lehtësimin e masës së sigurisë me argumentin se ai nuk përbën rrezik as për të prishur provat dhe as për t'u larguar nga vendi. Ndërkohë ndryshe nga sa ishte parashikuar, avokati amerikan Joshua Roberts, që bën pjesë në ekipin mbrojtës të kryebashkiakut të Tiranës, nuk u lejua të merrte pjesë në seancën e sotme gjyqësore si vëzhgues. Ai u paraqit së bashku me mbrojtjen e Veliajt në gjykatën e posaçme, por nuk u lejua që të hynte në sallën e gjykatës. Ai u shpreh se ka ardhur si vëzhgues dhe se do të këshillojë avokatët e Erion Veliajt, të cilët në apel kërkojnë lirimin me kusht. Avokati Joshua Roberts është pjesë e një ndër studiove më të mira ligjore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në deklaratën e një dite më parë, pasi u takua me Veliajt në ambientet e paraburgimit të Durrësit, avokati amerikan u shpreh në një deklaratë për mediat se mbajtja e një politikani në arrest me burg është shkelje e hapur e ligjit. Lirimin nga masat e sigurisë kërkuan sot edhe avokatët e biznesmenëve Elman Abule, i cili ndodhet në arrest me burg, si edhe 3 të tjerët Shkëlqim Fusha, Gentian Sula dhe Meriman Palushi, që ndodhen në masën detyrim paraqitja. Këta dy të fundit nuk u paraqitën në seancën e sotme gjyqësore dhe u përfaqësuan vetëm nga avokatët. Vendimi për masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës është në dorën e gjyqtarit Engert Pullumbi. Kryebashkiaku u arrestua në zyrën e tij më datë 10 shkurt si i dyshuar për kryerjen e veprës penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor kryer në bashkëpunim 9 herë dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Ndërkohë bashkëshortja e kryebashkiakut, Ajola Xoxa, është lënë në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Kryeministri Edi Rama vazhdoi edhe sot propagandën e tij që në pikë të mëngjesit në rrjetet sociale. Edhe ditën e sotme, Rama u tha shqiptarëve se nëse duan të shkojnë në Europë, këtë rrugë e njeh dhe dita bëj vetëm ai, ndërsa me kundërshtarin do të mbeten në vend numëro. Edhe pas 12 vitesh në pushtet, Rama vazhdon të thotë se vetëm unë e di si bëhet kjo punë, prandaj dhe duroi lloj-lloj kukumjaçkash dhe insektesh. Rama ironizoi sot opozitën, madje u tall keq me të kur pyeti Berishën publikisht se si ka mundësi që Sorosi ka hyrë në Parlamentin Evropian dhe po hap zyrë në Shqipëri. Rama u distancua ditën e sotme nga ata që i han dardha pas shpine, se edhe këtë e bën sa herë që dele hyn hëna. Mirëpo komentuesit e pyetën edhe për abuzimet me udhëtimet me charterin personal. Për Ramën, kjo nuk është as pak e vërtet, pasi këtë zgjidhje e ka bërë për shkurtim kohe dhe shpenzimesh. Tani që propaganda ka fuqi ndikimi në publik ka, por që të shkoj deri në ekstremin sa ti thot të zezës të bardhë dhe të bardhës të zezë, kjo duket pak e çuditshme. Teksa një ditë në ndan nga afati i fundit për dorëzimin e listave zyrtare të kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duket se në koalicionin që Berisha prezantoi një ditë më parë, punët nuk shkojnë edhe aq vaj. Thën kjo pasi kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka zbarkuan sot në selinë e Partisë Demokratike me siguri për të finalizuar diçka lidhur me listat. Megjithatë, publikisht Berisha e ka prezantuar dhe regjistruar këtë koalicion, madje edhe vendet respektive që këto forca politike në përbërje të tij do të kenë në listat zyrtare të 11 majit. Sipas marrëveshjes që kanë firmosur, Duka dhe Mediu kanë marrë nga një vend në listën e sigurt, mirëpo duket se diskutimet dhe negociatat vazhdojnë për pjesën në listat e hapura. Mediu do të jetë kandidat në listën e sigurt të Tiranës, ndërsa Agron Duka, pasi u largua personalisht, do të ketë një kandidat për Durrësin. Ndërkohë, ditën e sotme mësohet se në Partinë Demokratike është takuar kok më kok Josefina Topalli dhe Sali Berisha, pasi po finalizohet edhe pjesa e kandidatëve të diasporës. Tashmë është zyrtare. Ilir Meta do të gerojë në listat e hapura të Partisë Demokratike, ashtu sikurse edhe kishte paralajmëruar, pavarësisht se kryedemokrati Berisha deklaroi ditë më parë se kreu i Partisë së Lirisë do të jetë në pjesën e sigurt të listës. Meta ka bërë një reagim ditën e sotme nga qelia numër 5, siç e cilëson ai, në burgun e 313-s në Tiranë. Meta thotë se pa sakrifica ekstreme nuk ka fitore madhështore. Partia e Lirisë dhe Ilir Meta kanë qenë të parët për listat e
hapura. Ilir Meta bashkë me disa kolegë hyn në grevurien vitin 2008 kundër ndryshimeve kushtetuese që sollën listat e mbyllura dhe vran parlamentarizmin e vërtet. Edhe sot për të gjithë ata që i kanë syt në ballë dhe pan rrëmbimin tim kriminal dhe që e din se ku ndodhem, u them se pavarësisht se jam në kushte ekstreme izolimi, është detyra ime të udhëheq Partinë e Lirisë me shembullin tim dhe të luftoj me të gjithë fuqitë e mia për t'u treguar të gjithëve se kjo është një betejë që në radhë të parë kërkon sakrifica ekstreme për të fituar, dhe jo llogari meskine afatshkurtra nga ata që mendojnë se politika është narrativ apo perceptim. Ilir Meta me shembullin e tij nga qelia numër 5 tregon se lufton për kauza të mëdha dhe se nuk i tradhton kauzat që beson. Mafia nuk luftohet duke vegjetuar apo duke pritur dhurata nga qielli, thot Meta. Megjithatë mbetet për tu parë se cili do të zëvendësojë në listën e sigurt të Berishës në PD Ilir Metën. Gjykata e lartë rrëzon rekursin e ish-deputetit demokrat Ervin Saliani, duke e lënë këtë të fundit në qeli aty ku ndodhet që prej 27 shtatorit 2024, pasi u dënua me 1 vit burg për dosjen e famshme Babala. Seanca e sotme gjyqësore për rekursin në gjykatën e lartë u mbajt në dhomë këshillimi pa avokat. Më 26 shtator 2024, gjykata e apelit vendosi lënje në fuqi të dënimit me 1 vit burg për veprën penale të kallëzimit të rrem për Salianin, ndërsa ky fundit e quajti procesin të montuar dhe e cilësoi veten si të dënuar politik. Megjithatë, shpresa e fundit, gjykata e lartë për Salianin duket se u shua. Në këto kushte atij nuk i mbetet rrugë tjetër përveç se të përfundojë dënimin me 1 vit burg. Ndoshta Saliani ka ushqyer shpresa tek gjykata e lartë për t'i dhënë një mundësi që të jetë i pranishëm për zgjedhjet e 11 majit, edhe pse jo i përfshirë në lista. Sigurisht që edhe pas vendimit të sotëm të gjykatës së lartë, Ervin Saliani vazhdon ta quajë veten i dënuar politik. Megjithatë, ai paralajmëron se ky regjim do të marrë fund më 11 maj. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 4 vite burg ish-deputetin socialist Alçi Bllako për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Dënimi i Bllakos konvertohet me 2 vite e 8 muaj me gjykim të shkurtuar. Alçi Bllako nuk ishte i pranishëm në seancën e sotme gjyqësore për arsye shëndetësore dhe u përfaqësua nga avokati i tij Eduard Sheko. Gjykata e posaçme shpall fajtor Bllakon për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve vendor. Bllako shpallet fajtor për korrupsion pasiv në 2 raste, një pagesë prej 120.000 eurosh nga kompania e Klodian Zotos për fabrikën e birrës së babait të ish-deputetit socialist dhe punësimi po nga biznesmeni Klodian Zoto si këshilltar jashtëm i Vladimir Bezhanit me ndikim të Bllakos. SPAK kërkoi për Alçi Bllakon dënimin me 5 vite burg dhe 5 vite qëndrim jashtë të gjitha funksioneve publike. Alçi Bllako ka mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit. Ditën e sotme u mblodh Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, ku si çdo herë tjetër e vetmja që thot sa të vërteta në shesh është deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Kjo e fundit shpreh shqetësimin e madh për pengesat institucionale dhe politike që kanë bllokuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tabaku theksoi se për muaj të tërë ky këshill është penguar të ushtrojë funksionet e tij për shkak të lëvizjeve të mazhorancës për të krijuar komisione paralele, duke dobësuar kështu institucionet demokratike. Një demokraci europiane respekton institucionet e saj dhe nuk i dublon ato. Ata që bëjnë këtë e kanë shumë të qartë situatën, por fatkeqësisht veprojnë me një arrogancë të jashtëzakonshme, deklaron ajo. Sipas Tabakut, vendi ynë ndodhet në një moment vendimtar për procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, pasi po afrohen zgjedhjet dhe Shqipëria është në prag të hapjes së negociatave me 4 grup kapituj. Organizatat ndërkombëtare dalin kundër vendimit të qeverisë shqiptare për mbylljen e TikTok për 1 vit në territorin e Shqipërisë. Rrjeti Safe Journalist, partnerët e Media Freedom Rapid Response dhe organizatat e shoqërisë civile kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me vendimin e qeverisë shqiptare për të pezulluar aksesin në platformën TikTok në shkallë kombëtare për 12 muaj. Ata e konsiderojnë këtë vendim kufizim ekstrem të lirisë së shprehjes. Theksojmë se ndalimi i plotë i një platforme përfaqëson një kufizim ekstrem të së drejtës për lirinë e shprehjes dhe aksesin në informacion. Pezullimi në tërësi i një platforme të tërë i kalon ndjeshëm parimin e proporcionalitetit, duke ndikuar në shprehjen legjitime të të gjithë përdoruesve dhe duke kufizuar debatin publik si dhe aksesin në burime të ndryshme informacioni, thuhet në këtë reagim. Sipas tyre, qeveria mund të kishte ndërmarrë hapa të tjerë më të moderuar për të kufizuar përdorimin e TikTok nga të miturit me anë të verifikimit moshës dhe përmbajtjes. Mëtej, organizatat ndërkombëtare thonë se mbyllja e TikTok
TikTok penalizon edhe lëvizjet e reja politike, të cilat priren të marrin mbështetje në këtë aplikacion për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Deputeti i Partisë Demokratike Lefter Gështenja i propozon zyrtarisht kuvendit ndryshime në kodin e punës. Deputeti i Partisë Demokratike Lefter Gështenja i propozon kuvendit ndryshime në kodin e punës. Ai kërkon krijimin e kushteve për të gjithë besimtarët musliman, që të mundsohet falja e namazit në ambientet e punës, si në institucionet private, ashtu edhe ato publike. Gështenja propozon që çdo ditë të premte, çdo besimtar i musliman t'i mundsohet pushimi i paguar 2 orë në drek, që t'i jepet mundësi që të falet në xhami. Dje në parlament propozova 2 ndryshime në kodin e punës për të fituar një të drejtë mohuar ndaj besimtarëve të fesë islame për praktikimin e lirë fetar, edhe pse kjo e drejtë garantohet me ligj si një e drejtë kushtetuese, por bie ndesh me kodin e punës dhe i penalizon besimtarët e fesë islame në rastin konkret, të cilët janë komuniteti fetar më i prekur për shkak të dispozitave specifike e obligative të kësaj feje. 2 janë ndryshimet kryesore të kërkuara: krijimi i kushteve për të gjithë besimtarët, që të mundsohet falja e namazit në ambientet e punës, si në institucionet private, ashtu edhe ato publike. Krijimi i mundësisë së faljes së namazit për të gjithë besimtarët çdo ditë premte, duke e bërë pushim 2 orë në drek, por të paguara, thot ai. Kryeministri Edi Rama e shfrytzoi edhe ditën e sotme për propagandën e tij të përditshme në rrjetet sociale. Rama vazhdon të hedhë syve shqiptarëve, duke u thënë këtyre të fundit se vetëm ai e di rrugën për të shkuar në Bashkimin Evropian dhe duhet t'i japin një fitore të pakontestueshme më 11 maj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte nisi sot vizitën e tij në Kosovë. Në agjendën e tij, Rutte ka takime me krerët e lartë të shtetit dhe politikës. Ai u prit fillimisht nga presidentja Vjosa Osmani, ndërsa më pas u takua edhe me kryeministrin Albin Kurti. Për shefin e NATO-s, Kosova është shtet me shumë rëndësi dhe NATO ka prezencë të konsiderueshme aty përmes KFOR-it. Ai thotë se pret me shumë interes të shohë se si do të formohet qeveria. Për shefin e NATO-s, stabiliteti në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi është në interesin e të gjithëve në Aleancën Ushtarake Perëndimore. I pyetur për efektet e presidencës së re amerikane, ai thotë se nuk sheh arsye të besojë se mund të ketë ndonjë ndryshim dramatik sa i përket përkushtimit amerikan në NATO. Efektet e Donald Trump pritet të ndikojnë edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një lajm bomb shpërtheu sot nga mediat serbe, ku njoftua se djali i madh i presidentit Donald Trump ka mbërritur në Beograd dhe do të takohet me presidentin Aleksandar Vučić. Donald Trump Jr. nis kështu një vizitë surprizë në rajon, shkaqet e së cilës nuk dihen ende. Megjithatë, referuar asaj që raportojnë mediat serbe, ky është një lajm i mirë për vet Vučićin, pasi ky i fundit ndodhet në një presion të madh nga protestat masive që rrezikojnë regjimin e tij. Megjithatë, takimi i sotëm me Aleksandar Vučić do të ketë padyshim lidhje edhe me projektin Trump Tower, që dhëndri i presidentit amerikan Jared Kushner kërkon të ndërtojë në Beograd. Megjithatë, teksa mediat qarkullonin alternativat e mundshme që mund të diskutoheshin në takimin kok më kok mes djalit të Trump dhe presidentit serb, ky i fundit ka reaguar menjëherë pas këtij takimi. Vučić thotë se kanë biseduar për marrëdhënie dypalshe mes Serbisë dhe Shubave dhe tema aktuale që formsojnë skenën politike dhe ekonomike globale. Një bisede për zemërt me Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan, rreth marrëdhënieve dypalshe midis Serbisë dhe Shubas dhe tema aktuale që formsojnë skenën politike dhe ekonomike globale. Theksova rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike dhe politike ndërmjet Serbisë dhe Shubave dhe theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve dhe projekteve të përbashkëta në vitet e ardhshme. Ky takim simbolizon angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe punën së bashku për të adresuar sfidat globale, thuhet në reagimin për këtë takim të presidentit serb Aleksandar Vučić. Nuk dihet se ç'do të sjellë më tej kjo vizitë e beftë e djalit të Trump në rajonin ton. Megjithatë, mbetet për tu parë nëse Donald Trump Jr. do të zbarkojë njëjtë edhe në kryeqytetet e tjera të rajonit. Bashkimi Evropian paralajmëron se siguria e eurozonës është në krizë, ndaj dhe ka ardhur koha për të guxuar me veprime të përshkallëzuara. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kërkon riarmatimin e Europës. Duke folur në seancën plenare të Parlamentit të Europës, ajo thekson nevojën për forcë dhe unitet në përballimin e krizës së sigurisë që po përjeton sot Europa. Sipas saj, tani është koha për të përdorur forcën për të siguruar paqen dhe për të mbështetur një mbrojtje të përbashkët. Ursula von der Leyen thotë se ekziston një vedi e re për të menduar ndryshe dhe për të vepruar në përputhje me rrethanat. Gjatë fjalës së saj, ajo theksoi po ashtu se Kremlini shpenzon
përmbrojtje më shumë se gjithë Europa bashk. Me riardhjen e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë, gjërat për Europën kanë ndryshuar. Tashmë, kontinenti i vjetër duhet të riarmatoset dhe t'i dalë vetë Zot sigurisë së tij, gjithmonë më e kërcënuar. Pas sulmeve të Ukrainës në Moskë, Kremlini ka reaguar ashpër dhe i është hakryer perëndimit. Kremlini e konsideron sulmin masiv me dron nga Ukraina në rajonin e Moskës një paralajmërim për perëndimin dhe akuzon regjimin e Kievit për përshkallëzim të tensioneve. Zëvendësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova thotë se ky sulm është pasojë e mbështetjes që perëndimi i ka dhënë Ukrainës. Ajo thekson se perëndimi është përgjegjës për krijimin e një përbindshi që tani është duke shkaktuar rrezik global. Sot perëndimi duhet përballet me çmendurinë e lëshuar të përbindshit që ata e rritën, e ushqyen, e pajisën dhe e financuan pa kontroll, thotë ajo. Sulmi ka përfshirë Moskën dhe rajonin e saj, duke shkaktuar të paktën 3 viktima dhe duke dëmtuar ndërtesat banimit dhe infrastrukturë. 10 persona janë raportuar të plagosur. Nisën sot bisedimet e nivelit të lartë mes Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paktin e paqes që jep fund luftës me Rusin. Bisedimet e nivelit të lartë mes dy delegacioneve po mbahen në Arabinë Saudite. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe të tjerë pjesë e delegacionit amerikan dukeshin goxha të relaksuar, ndryshe nga ata që kishin përballë, pasi pala ukrainase është e legjitimuar të jetë tensionuar, jo vetëm referuar asaj që ndodhi në shtëpinë e bardhë me Zelenskit dhe Trump, por edhe për koston që do të ketë paqja me Rusin. Zyrtarët Ukrainas thanë sot se do të propozojnë armëpushim që mbulon detin e Zi, që do të siguronte lëvizje të sigurt të anijeve, do të ndalonte përdorimin e raketave me rreze të gjatë, të cilat kanë goditur civilët në Ukrainë, si edhe për lirimin e të burgosurve. Të dyja palët diskutojnë edhe për ato që quhen protokollet e sigurisë dhe çështjet territoriale, referuar asaj që Amerika është e gatshme të jap Ukrainës në një kohë kur kjo e fundit është e gatshme të jap territoret caktuara Rusisë. Pas këtij takimi të nivelit të lartë mes dy delegacioneve në Arabinë Saudite, pritet që i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë gjatë kësaj jave. Etnik Bruti është prurja e re e Silvinjos në kombëtaren shqiptare të futbollit. Kapiteni i Kosovës Under 21 vendosi të ndërrojë ngjyrat, megjithatë vendimi i tij nuk u prit mirë te i kufirit me djaloshin që u kryqëzua për vendimin e tij. Vëllezërit mund të kenë sërish një grindje dhe emri i radhës është Arion Ibrahimović. Sulmuesi i Lazios prej vitesh është kërkuar nga Kosova me 19 vjeçarin që nuk ka pranuar dhe ka qenë pjesë e Gjermanisë Under 20. Tani më në lojë është futur Silvinjo, FSHF dhe El Said Hysaj. Mbrojtësi e ka shok skuadra Ibrahimovićin te Lazio dhe ka tentuar t'i prish mendjen që sulmuesi të zgjedh Shqipërinë.